folur për një çështje shumë të rëndësishme dhe është pikërisht ajo e ndryshimeve klimatike. Pasur raste të ndryshme, si për shembull në periudhën e Covidit, ju mendoni se nëse nuk do ishin marrë disa masa emergjente dhe ndoshta pa dëshirën e popullit, ai virus do ishte përmbajtur aq mirë sa u përmbajt? Nëse ne do pyesnim popull, a doni të rini në karantinë, apo doni të vini jashtë, apo do ta bëni por nëse nuk arrin të artikulosh, të shesësh dhe që ke në kohë, është gjysma e handikapit. Kështu që në këtë pikë është një eksperiencë e mrekullueshme që ju ushtroheni të ndërtuar. Ky është një